dek që s'kan trek pune do shtuken, është e sigurt. Pra këta persona si shpërfituruam dhe i bëm që të marrin derën krah, të hynë detit në këmbë dhe të marrin përsipër në mënyrë papërgjeshme të menaxhojnë fatet tona. Pse ndodh kjo? Se ne heshtim kashi dukurive që duken thjeshta, por që kur them unë nuk ka premis për të ndodhur korrupsioni në Shqipëri, siç po ndodh, nëse ne kemi zgjedhje të lira të ndershme, të barabarta, të fsheta dhe periodike, dhe nëse ne nuk lejojmë të shkelet meritokracia. Tani folet për qëndrimin e SPAK-ut. Kjo ishte panorama kryesore. Kjo ishte panorama kryesore. Ne nuk mund të... Unë kam kritikuar shpesh për gjatë tyre 2-3 muajve që kemi një dakordsi në heshtje mbase. Krijohet kohezioni dhe në heshtje. Që për gjatë procesit zgjedhor SPAK-u si ku e frenoi punën e tij në lidhje me dosjen që ka pas hapur. Tani që tjetrit shkoi e ka merituar të shkojë në bankën e drejtësisë dhe të shkojnë pasi ka marrë mandatin, edhe kjo nuk më duket fair. E ndershëm. Më duhet të prej rruga thua pa vajte mandatit. Parapri ti si organi akuzës, se ke në dorë fatet e vendit. Çoja atje në gjykatë, le ta marrë kjo forca politike, le të jetë arrogante sa doj, të shkojmë me njerëz, se këto që thanë për Saliun do thonim edhe për zhonjë tjetër si Saliu. Pse s'do të fitonte Saliu? Po Saliu me një bar akuzash, me 20 cakulla, me 200 ca metër katror, ja 500 metër katror vend, ja 5000, nuk ka rëndësi. Meta po më po shkon atje. Këta do na ndrisin të ardhmen tonë. Tani, këta në objektivi kryesor i drejtësisë që mezi po e presim. Këta marrin përsipër të bëjnë të ardhmen tonë. Ti merr tani, nuk jemi në gjendje, s'ke moral për dalë para nesh për veten tënde me fol, jo flasësh për fatet tona për nesërmen tonë, domethënë. Këto janë gabime të rënda që ka bërë. Prandaj tash ka hyrë në një vorbull veç shkatërimi. Se pikërisht boshti vorbullës është e keqe, janë bashkuar, grush bashkuar rreth keqes. Ata e dinë, le ta bëjnë si duan. Nuk, unë do të propozoja autofagjin. Autofagjia është një tjetër moment, kur vetë qeliza shkatron pjesë të këqija dhe rilind mbi atë. Po këta se kanë atë mundësi, se qendrën, bërthamën kryesore, kanë të keqen. E kanë të infektuar. Po pra, tani, unë i shoh që do shkojnë drejt dizintegrimi total. Pra njerëz nga më kryesor të stafit Berishës, që mbase 200 vjet zog kishin ngritur zërin kundër tij, nuk po ngren zërin direkt kundër tij sot. Por duke kërkuar drejtën e tyre, kanë dalë përballë tij. Edhe ai s'po i ndalon dot më. Ai më tepër që po jep deklarata tani, po flet për vitin 2022, nuk e di as vet ku është në disa momente. Kështu që të gjitha këto po flet për vitin 42? Po, kështu kanë nxjerrë deklaratë së pash. Ndajtitet i ka tani të përditshme. Pra, unë mendoj që SPAK-u ka bërë gabim nëse ka dashur të mirë kuptoj të i lërë palet të qetë në fushat. Jo, edhe ne presim që ai të jetë domethënë rigoros në zbatimin e ligjit, të kemi lajme, për ne është lajmi mirë, nëse kjo e keqe që ne kemi për qarë, luftohet çdo sekond. Pra, SPAK-u ka shumë punë. Edhe në fund fare të shqiptarëve, nuk do vi drejtësia as nga zyrët e SPAK-ut realisht, as nga gjykata, nga salla e gjykatës. Drejtësia fillon ku shqiptarët ndryshojnë mendsinë e tyre dhe mbajnë bie nga brenda. Ku shqiptarët është çdo gjë është botkuptim, qëndrim. Ta dëshirojnë drejtësinë, ta luftojnë të keqen. Dhe jo më kot ka një solidarizim, gjithmonë ka qenë kjo nëpër Europë. Kjo Europë që është bashkuar shpirtërisht njerë. Po. Problemet që kishte studenti francez, bëti që ngrije protest studenti londinez. Pa ka një kohezion. Luftohet të keqen, kudo që tjetë, që ajet mos vinë esër të këty. Ne kemi mbajtur qëndrim indiferent, po që ka qenë dhe vetvrasës për ne si popull. Do doja në fakt para se të kalojat e pyetja tjetër, të falenderoj si cilin prej teleshikuesve që po na ndjek në këto momente, gjithashtu i ftoj që të komentojnë për këto çështje apo dhe për analizën që po bën avokati Romeo Kara
dhe ju mund tipi mendimin tuaj, qoftë nga diaspora, qoftë nga Shqipëria, dhe mundet t'ja u lexoj dhe ta komentojmë këtu, por do doja që secili prej jush të bëj bashkëveprus, por dhe ta shpërndante këtë emision nga unë Ermal Peçi, por dhe çdo emision tjetër që ne zhvillojmë tu në Antena Televizion. Avokat, do doja një temë tjetër që ka marrë vëmendjen kryesore, duket tashmë Partia Socialiste 83 mandate, duket një trup i çelikt, ose një trup i vetëm, tha kryeministri Rama. Në anën tjetër, te ky trup i vetëm është një trup tjetër i cili ka ngelur në qeli. Por ka filluar të japi mesazhe të koduara, duke thënë unë e di se kush është Nesti Angoni, unë juve nuk ju kam asgjë, do t'ju shtyp, në anën tjetër ju thot, mbi të gjitha thot se cili për jush do ekzistoj karma, ju mendoni se mund të më vrisni politikisht, po unë do rikthehem më i fortë. Ky është Erion Veliaj, një prej njerëzve që ishte portretizuar si kryetari në hije i Partisë Socialiste, por sot gjendet në një moment vështirë. Gjendet pas sekurave, por ka zgjedhur të reagojë. Pyetja ime e parë është kush është Nesti Angoni? Dhe pyetja e dytë është a ka pasur një bashkëpunim PS-PD ndjes për të goditur Erion Veliajin, apo thjesht Erion Veliaj është viktimë e mënyrës se si ai qeverisi bashkin, ose e drejtoi më saktë bashkin. Tani, të mos e pranojmë ekzistencën e intrigave në odborin me pasëm të politikës shqiptare, nuk i bi deklaroj veten naif pasaj. Se ku fillojnë e si mbarojnë intrigat, nuk ka rëndësi, por ne kuptojmë që zotëria në fjalë është i pak kënaqur edhe me të vetët. Dhe fakti që ka deklaruar në TikTok që do lidhe me Netflixin për të bërë serial, unë e shoh si shantazh pastër. Dhe uroj ta bëj atë serialin, edhe mos ta bëj bardhëzi, po me shumë ngjyra, të mos lërë gjë pa fotur. Megjithatë, duhet i kishte luftuar intrigat kur ishte në zenitin e tij. Edhe të kishte luftuar për një etik të plot, edhe politike, po dhe ekzekutive si kryebashkiak. Në momentin që je përballë akuzës, për mua nuk e ka menaxhuar mirë. Unë nuk di a do të dali fajtor apo jo. Po kur je përballë akuzës dhe mban qëndrime ekstreme, sa do padrejtësit kanë bërë, kur je burr shteti, je votuar nga, po thuj, gjysma e popullsisë shqiptare, se Tirana ka rëndësi, kjo zona këtu është parashikuar që para 90-s do mblidhen në të trekëndshin Tiranë, Durrës, Elbasan, shumica e popullsisë. Këtu kemi mundësi të aksesin për ta pas shtetin dhe pranishëm e tjera. Si vend malor që jemi. Ti duhet të tregosh burr shteti me qetësi, të mos implikosh asnjë tjetër dhe ta përballosh përballjen. Kjo është luftë, sfidë. Ta përballosh të sfidë. Dhe sfidat nuk përballohen me presion. Nëse të kanë kusur mos u lërë. Por ne tjerë duam të dim sa të drejtë ka prokuroria dhe sa dëm është bërë. Tani po tisha unë dikushi që ta kisha shkopin e drejtësisë vetë, nga fillimi në fund, pavarësisht që ne kemi një sistem tërë. Unë do isha më ekstrem vendosin drejtësisë, më i shpejt, më efikas. Dhe është një logjik, domethënë. Bota e ka bërë para nesh. Ne duhet shkojmë drejt një shembulli të Singaporit. Shembulli i Singaporit. Çfarë shembulli është Singapori? Po me 2 ligje e ka bërë Singapori, në 82-shin kishte perceptimin 95% korruptuar dhe mbas 10 vitesh 0.5%. Dhe një është një nga vendet ku cilësia jetës është më e lartë, GDP të frikshme dhe ka një territor 9.000 km2.
ka një territor. Ke 6